2 javë pas fitores së thellë në 11 maj, kryeministri Edi Rama ka thirrur në një takim kandidatët dhe deputetët e parlamentit të ardhshëm. Në një fjalim që zgjati më shumë se 45 minuta, ai paralajmëroi ndryshime në qeveri dhe në udhëheqjen e Partisë Socialiste. Duhet të bëjmë disa gjëra ndryshe, u shpreh ai gjatë fjalës para deputetëve socialist, ku shpalli dhe objektivat e mandatit të katërt. Rama e cilësoi mandatin e katërt si një moment historik për vendin dhe për mazhorancën. Partia s'është qëllim, po mjet për të luftuar për qëllimet. As fitoria në zgjedhje nuk është qëllim vetvete, por për të arritur qëllimet duhet të fitosh zgjedhjet. Fitoret nuk na duhen për të mundur të tjerët, ky nuk është sport, edhe pse ngjan shumë me sportin. Fitoret na duhen për të përmbushur misionin historik që kemi, për të ndryshuar përgjithënjë Shqipërinë, duke zhvilluar ekonominë, garantuar drejtësinë, përmirësuar arsimin dhe shëndetësinë, forcuar sigurinë, rritur reputacionin ndërkombëtar, ta dheu ton dhe bërë histori me antarësimin e vendit ton në Bashkimin Evropian brenda kësaj dekade.